Shqipëria njihet për malet, detin dhe qytetet e bukura, por ka edhe një faqe tjetër, shumë më të errët, një hartë paralele, me vende ku kompasi çmendet, ku zëri kthehet nga drejtimi i gabuar, ku uji nuk pasqyron dritë dhe ku legjendat duke më reale se guri dhe shkëmbi. Në këtë video, do të çoj në 10 pika të Shqipërisë që sfidojnë logjikën dhe qetësinë. Vende ku teknologjia dorëzohet, ku njeriu humbet orientimin, dhe ku natyra duket sikur luan me ne. Nëse ke guximin, rri deri në fund, sepse më e çuditshmja s'vjen në fillim. Maja e Harapit, bog. Imagjino të jesh në bog, përballë një muri gjigant shkëmbor që ngrihet drejt qiellit si një kështjellë e errët. Kjo është Maja e Harapit, një nga masivet më imponuese të Alpeve shqiptare. Pamja të merr frymën, por ajo që nuk duket në kamera, është ajo që ndjehet. Alpinistë dhe banor flasin për një zë të brendshëm të malit, një gërhitje e thellë, një bubullim që nuk vjen nga qielli, por nga brenda shkëmbit. Në net të caktuara, era rrihet në fytyrë, por sa po i afrohesh shkëmbit, gjithçka qetësohet, sikur një dorë gjigante po e mban ajrin pezu. Ka edhe diçka tjetër. Shumë njerëz thonë se aty lart humbasin sensin e kohës. Zgjatja e ngjitjes nuk përputhet kurrë me orën. Disa e quajnë lodhje, të tjerë e quajnë frikshëm. Frymarrja e një giganti të fjetur, që ende nuk është zgjuar. Syri i Sheganit, Shkodër. Diku në zonën e Sheganit, në qetësinë e veriut, fshihet një sy uji që nuk të sheh thjesht, por duket sikur të thith. Syri i Sheganit është një burim i errët, i thellë, ku banorët tregojnë të njëjtën histori. Gjithçka që bie brenda nuk kthehet më. Jo dallg, jo trup që të del në sipërfaqe, vetëm një vorbull e qetë që, her pas here, aktivizohet papritur. Ka tregime për njerëz që kanë provuar të hedhin objekte, deg, shishe, madje dhe copa druri të mëdha. Dhe ato janë zhdukur, sikur dikush i ka tërhequr poshtë. Thellësia e tij e vërtet nuk dihet. Zhytësit tregojnë për një moment ku drita shuhet dhe uji bëhet aq i rënd, sa duket sikur po futesh në një tunel pa kthim. A është thjesht një grop karstike apo diçka më shumë? Askush nuk t'i jep të gjitha përgjigjet. Vetëm këshillën, mos u afro shumë buzës së tij. Bredi i Hotovës, zona e humbjes së orientimit. Parku kombëtar i Bredit të Hotovës duket si një pyll përallor. Male të buta, pemë të larta, ajër i pastër. Por, në mes të kësaj bukurie, fshehet një fakt i çuditshëm. Shumë vizitorë raportojnë se humbasin orientimin në mënyrë të pashpjegueshme. Rrugë që duken të njëjta, shtigje që të duken të njohura, por të çojnë në një drejtim tjetër. Edhe kur ndjek një shteg të qartë, në një moment të caktuar, ke ndjesinë sikur je kthyer në pikën e nisjes, pa e kuptuar si. Ka raste ku kompasi devion lehtë dhe GPS-i tregon lëvizje të çuditshme, sikur nuk di të zgjedhë një drejtim të saktë. Banorët e vjetër të zonës thonë se pylli s'do të njihet nga kushdo. Vetëm ata që e respektojnë gjen rrugën për të dalë. Pastaj është ajo ndjesia e pashpjegueshme. Kur ecën në mes të bredhave, duket sikur dikush po të ndjek me sy, por kur kthen kokën, s'ka asnjë njeri. Liçeni i Zi, Gramsh. Liçeni i Zi, në zonën e Gramshit, nuk është i madh, por është i rënd. Jo nga madhësia, por nga atmosfera. Uji i tij duket gjithmonë i errët, edhe kur qielli është i pastër dhe dielli i fortë. Nuk ka atë pasqyrimin klasik të liçeneve të tjerë, sikur uji nuk pranon të reflektojë dritë. Shumë njerëz tregojnë se në buzë të liçenit mbretëron një heshtje e çuditshme. Tingujt duken të mbytur, zëri nuk shkon larg. Ka legjenda për njerëz që janë afruar natën dhe kanë parë drita të zbehta blu në sipërfaqe, sikur diçka lëviz poshtë ujit. Tregimet e vjetra flasin për një fshat të fundosur, për mallkime dhe për frymë që ende nuk kanë gjetur qetësi. A është thjesht thellësia, mineralet në ujë, apo diçka tjetër? Një gjë është e sigurt. Liçeni i Zi nuk duket thjesht si një trup ujor, por si një sy i mbyllur që nuk dëshiron të zgjohet. Maja e Jezercës, zona ku spunon GPS-i. Maja e Jezercës, më e larta në Alpet shqiptare, është një nga kurorat e egra të Shqipërisë, por lart në zonat pranë majës ndodh diçka që shumë alpinistë kanë raportuar. Pajisje teknologjike fillojnë të sillen çuditshëm. GPS-i humb sinjalin, koordinatat lëvizin pa sens, dhe harta në ekranin e telefonit nuk përputhet me realitetin para syve të tu. Ndërkohë, orientimi i brendshëm të tradhton. Mendon se po ecën drejt, por e gjen veten pak më vonë në një shteg krejt tjetër. Ka nga ata që thonë se Jezerca të pranon lehtë në maj, nëse nuk vjen me respekt. Kombinimi i relievit të ashpër,
Magnetizmi të mundshëm të shkëmbinjve dhe kushteve ekstreme krijon këtë efekt. Por, kur e sheh këtë fenomen të ndodh para syve të tu, është e vështirë të mos e përjetosh si diçka më shumë se thjesht problem teknologjik, duke sikur mali vet po e fshinte praninë tënde nga harta. Kisha e Marmirojt. Vlorë. Aty ku lumi dhe deti afrohen, me zgurve të vjetër dhe barit e egër, ngrihet Kisha e Marmirojt, një kishë bizantine, e lashtë, e braktisur nga njerëzit, por jo nga misteri. Natën, sidomos kur ajri është i lagësht, banorët të zonës tregojnë se gurët përreth nisin të marrin një ndriçim të zbetë. Jo dritë elektrike, jo reflektim makinash, por një vezullim i çuditshëm, sikur gurët ruajnë brenda tyre një dritë të mbetur nga shekuj më parë. Kisha vetë ngjan si një kufi mes dy botëve, e shkatëruar, por ende në këmbë, e heshtur, por me një prani që ndjehet. Legjendat flasin për rituale të vjetra, për njerëz që kanë ardhur këtu për të kërkuar ndihmë, për shpirtra që enden rreth mureve. Kur hyn brenda, është ajo ndjesia e ftohtë në shpinë, sikur nuk je vetëm. Muret s'flasin, por gjithçka të thotë se dikur këtu është kërkuar mrekulli, dhe ndoshta është paguar një çmim. Ishulli i Sazanit. Zona e ndaluar. Sazani është ishulli që të gjithë e shohin, por shumë pak e njohin. Për vite me radhë, ka qenë zonë ushtarake, i mbyllur hermetikisht për publikun, dhe çdo gjë që nuk shihet, mbushet me legjenda. Peshkatar flasin për drita të çuditshme nën ujë, që shfaqen dhe zhduken papritur. Të tjerë tregojnë për mjegulla të dendura që formohen vetëm në një pjesë të ishullit, ndërsa pjesa tjetër mbetet krejt e qartë. Tunelet e vjetër, bunkerët, ndërtesat e braktisura krijojnë atmosferën e një ishulli fantazm. Edhe kur sot shkohet me ture të organizuara, ndjesia është njësoj, sikur je në një sken filmi post-apokaliptik. Ka shumë pyetje pa përgjigje. Çfarë është testuar aty? Çfarë fshihet ende poshtë tokës? Pse disa zona konsiderohen ende të rrezikshme? Sazani është një copë Shqipërie që nuk të fton, por të vështron nga larg, si një sekret që nuk do të zbulohet plotësisht. Kanjoni i Holtës. Kërcitjet misterioze. Kanjoni i Holtës është një nga mrekullitë natyrore më mahnitëse. Uji i kthjellët, tunele natyrore, galeri shkëmbore që duken si korridore të gdhendura me dorë, por në zemër të tij, qetësia prishet nga një tingull i çuditshëm. Njerëz që kanë kaluar nëpër kanjon tregojnë për kërcitje të forta që vijnë nga lart, nga brendësia e shkëmbinjve, pa rënë asnjë gur, sikur mali lëviz nga brenda, por nuk shfaqet jashtë. Në disa raste, tingulli përshkruhet si hapa të rëndë, si një trokitje e ftohtë në tavanin e natyrës. Shpjegim logjik mund të ketë: ndryshime temperaturash, zgjerimi i materialit, ujë që krijon presion mes çarjeve. Por kur je aty poshtë, në ujë të ftohtë deri tek gjunjët, dhe dëgjon papritur një kërcitje të madhe mbi kokë, logjika nuk është gjëja e parë që të vjen në mendje. Thjesht shtrëngon ritmin e frymarrjes dhe shpreson që mali të mos vendos të flasë më fort. Shpella e Ariut. Pogradec. Pranë Pogradecit, në një zonë ku gurët dhe pylli takohen, ndodhet Shpella e Ariut, një zgavër shkëmbore që në pamje të parë duket e zakonshme, por brenda saj, shumë vizitorë tregojnë se zëri nuk sillet normalisht. Disa pika të shpellës e shumëfishojnë ekon në mënyrë të frikshme, duke e kthyer një fjalë të vetme në një kori zërash. Pika të tjera, përkundrazi, e gëlltisin zërin, pa kthyer asnjëherë më të vogël. Banorët flasin për një ar të madh që ka jetuar aty dikur dhe që ende ruan shpellën. Të tjerë përmendin që në net të caktuara, sidomos ku fryn erë nga mali, dëgjohen rënkime të pazakonta nga brenda. Megjithse shpella është bosh, është një vend ku natyra të tregon se sa i vogël je në raport me boshllëkun. Drita shuhet shpejt dhe ajri ftohet papritur, sikur dikush sapo ka hapur një frigorifer gjigant nën tokë. Shkalla e Tujanit. Tiranë. Jo larg Tiranës, në drejtim të Bovillës, ndodhet Shkalla e Tujanit, një rrugë malore e ngushtë, me gremina, me shkëmbinj që të bëjnë të ndihesh i ekspozuar, por nuk është vetëm pamja ajo që të trazon. Shumë njerëz tregojnë se zëri nuk sillet normalisht në këtë zonë. Në disa pika, kur thërret përpara, ekon e dëgjon sikur vjen nga pas. Në pika të tjera, zëri përhapet anash, duke krijuar iluzion sikur po të përgjigjet dikush nga pylli. Ka edhe raste ku hapat duken më të zhurmshëm se sa duhen, ndërsa fjalët duken të mbytura. Kombinimi i formës së luginës, shkëmbinjve dhe rrugëve të ngushta krijon një akustik të çuditshme, që përmendje njerëzore kthehet në ndjesi paranoje. Nuk është e rastësishme që shumë thonë se natën Shkalla e Tujanit nuk është vend për t'u sfiduar, kur zëri yt nuk të bindet më,
as mendja nuk ndihet e sigurt. Nga majat ku humbet GPS-i, të liçenet pa reflektim dhe ishujt e ndaluar, Shqipëria ka më shumë mistere se që tregojnë broshura turistike. Disa prej tyre ndoshta shpjegohen me shkencë, të tjerë mbeten në kufirin mes legjendës dhe realitetit. Por një gjë është e sigurt. Këto vende të bëjnë të ndjesh se nuk kontrollon gjithçka. Tani është radha jote. Cili nga këto do të kishe guxim të vizitoje natën? Shkruaje në komente, ndaj video me dik që do ta shite patjetër. Dhe mos haro të abonohesh në kanal për më shumë histori që sfidojnë logjikën. Në tokën tonë.